Në Vlorën e rrugëve të amortizuara, të papunësisë dhe të shërbimeve publike të degraduara, kandidatura e Brunilda Mersinit për bashkinë është shembulli më i qartë i shkëputjes mes elitës politike dhe qytetarëve. Në një qytet ku shumë familje mbijetojnë me paga minimale, kandidatja e Partisë Socialiste shfaqet në publik me byzylyk diamanti prej 6.895 eurosh, një simbol i shndritshëm i arrogancës së pushtetit dhe varfërisë morale që e shoqëron. Ky nuk është më luks personal, është mesazh politik, një mesazh që thotë: ne nuk jetojmë si ju, por ju do të na votoni përsëri. Në një kohë krize ekonomike ku qytetarët mezi mbulojnë faturat bazike, një figurë politike që mban në dorë një pasuri që barazohet me pagat vjetore të disa punëtorëve, tregon se pushteti në Shqipëri nuk është më në shërbim publik, por ekspozit pasurie. Një kandidat e organizuar për një pushtet të kapur, siç e konsideroi pamfleti në artikullin e datës 20 tetor. Mersini nuk është një kandidate e zakonshme, por produkti një strukture të organizuar që operon brenda Partisë Socialiste dhe bashkive, ku emërimet, tenderat dhe fushatat financohen përmes rrjeteve të lidhura me interesa të errta biznesi dhe politike. Raporti tregon se kandidatura e saj nuk është socialiste, por e mbështetur nga një rrjet që garanton kontrollin e fondeve publike përmes njerëzve të bindur që zbatojnë urdhra nga lart pa asnjë ndjenjë përgjegjësie ndaj qytetarit. Në këtë kuptim, Mersini nuk është një individ, por një hallk në zinxhirin e kapjes së pushtetit lokal. Ajo është fytyra e butë e një sistemi që funksionon përmes korrupsionit, nepotizmit dhe shfaqjeve të luksit për të mbuluar varfërinë reale të qytetarëve. Diamanti që ndriçon errësirën morale, një byzylyk diamanti në kyçin e dorës së saj politike që ka braktisur qytetarin, është një dritë cinike që bie mbi fytyrën e mjerimit në një vend ku në spitale mungojnë ilaçet, ku fëmijët mësojnë në shkolla të rrënuara dhe ku pensionistët jetojnë me më pak se 200 euro në muaj. Një kandidate që shfaqet si ikon elegance, nuk përfaqëson shpresë, por përçmim. Pyetja nuk është më se sa i bukur është diamanti, por sa i pastër është burimi i pasurisë që e solli atë aty. Nëse pasuria dhe pushteti përplasen mbi trupin e një qytetari të varfër, atëherë ky nuk është më një dekor, por provë një sistemi që nuk ka as moral dhe as turp. Vlora, dikur qyteti i ideve dhe guximit qytetar, është ndërruar sot në laboratorin e kapjes së pushtetit, ku të pasurit bëhen më të pasur, të varfërit më të heshtur dhe kandidatët politik më të shkëputur se kurrë nga realiteti. Brunilda Mersini është thjesht simboli më i fundit i kësaj fasade, diamanti i rrem i një politike që ndriçon nga jashtë dhe kalbet nga brenda.